Po e fillojmë këtë podcast të ri me emrin Pik. Emrin e ka vu Ilid Blakqori, cili është artist, është njëri prej krijuesve të ri të Kosovës dhe unë e pranova emrin për këtë podcast sepse kishte shumë domethënie, është pik si piknisje, pik si pikvështrim, pikpamje, vënje e pikës një mendimi. Dhe për ta fillu këtë bashkëbisedim në podcast, po ata fatin që Enver Obelli është në Prishtinë, në ecejakët e tij maleve ose aeroporteve, qëlloj të jetë këtu dhe ta fillojmë me Enverin. Është pos faktit se qëlluam në të njëjtin kohë, në të njëjtin vend, shumë pata dëshirë që ta fillojmë me Enverin sepse është njeriu i penës. Njeriu i penës jo vetëm në kuptimin e gazetarisë që ka qenë profesioni i tij, po vokacioni i tij është pena, është të lexuarit, është të lajmëruarit me anekdota të ndryshme që në fund u shndruan në libra bestseller në gjuhën shqipe. Është njeri i cili përkthen poezi jo rrallë të poetëve për të cilët shumë pak njerëz kanë dëgjuar këtej. Është njeri të cilën gjithmonë do ta gjesh me një libër në dorë në cilën do kafenet Kosovës ku ta kesh caktu takimin. Enver, po e filloj me ty, me dy metafora që më ranë në mend si një pe i cili do të vazhdoj gjatë tërë kësaj bisede, shpresoj. Ngjarja e parë është përcjellja e një të afërmit tim në aeroportin e Prishtinës javën e kaluar, një të diel, ku sportelet 20 deri me 30 ishin të ndara për shqiptarët të cilët shpërndaheshin gjithandej me avionët direkt. E dyta metafor është Sami Frashëri. Një person unikal i historisë sonë sepse njëkohësisht është ideologu i nacionalizmit shqiptar, do të thonë i shtet formimit dhe komb formimit shqiptar në fund të shekullit 19, ashtu si ka ndodhur me popujt tjerë evropian. Por njëkohësisht është edhe ideolog i nacionalizmit turk dhe shtet formimit turk. Të shohim se si do t'i kombinojmë këto dy metafora, por e para po e fillojmë me këtë të aeroportit të Prishtinës. Momentin kur e përcolla të afërmin tim për në Munich, konstatova diçka që ishte aq evidente, që edhe i thash atij, këtu në aeroport është edhe një Kosovë tjetër, që e kemi atje jashtë edhe një Kosovë tjetër. Maj mend po ashtu në vitet 90, kur shkoja në Zvicër dhe të shtuneve dieleve dilnin njerëzit në aeroport Zyrihut për të pa kush ka ardhur, a ka ndonjë risi, njerëzit që nga viset ndryshme të Kosovës të cilët shkonin në këtë pik takim. A kemi një emër për këtë gjendje? Nuk di a kem një emër, por spontanisht më kujtu një poezi e Gjevahir Spahiut që ka shkruar në vitin 1990. Kosova është në muajin e 9 dhe do ta lind lirinë. Dhe mendoj që procesi i rezistencës në vitet 90, spari rezistenca alternativës kosovare me mjete paqësore, pastaj lufta çlirimtare për lirinë e Kosovës, e kanë prodhuar edhe një Kosovë tjetër. Ajo Kosovë që ekziston në për qytete të mëdha të botës perëndimore, në për fshatra alpine të Zvicrës, në për qytete provinciale në Gjermani, në Austri, ajo është Kosova ose disa brezave që janë breza pa lam të mirë. Domethënë janë breza pa lam të mirë sepse ata janë larguar kryekëput për arsye politike. Edhe gjenerata e babait tim, të cilët janë larguar nga fundi i viteve 60, në radhë parë janë larguar për arsye ekonomike, por arsyet ekonomike kanë qenë në fundit politike, sepse nuk kanë pasur një perspektivë të qartë të
zhvillimit. Dhe ata nuk janë shkputur asnjëherë nga Kosova, sepse janë brez pa lam të mirë, sepse nuk mund t'i thojnë atë dheut lam të mirë, janë kthyer vazhdimisht. Unë personalisht jam politizuar, jam rritur me lajmet e Zërit Amerikës, me lajmet e BBC-s, së pari në kroatisht, pastaj në gjuhën shqipe, ku edhe ju keni luajtur një rol në Londër, dhe kjo ka qenë, domethënë, ajo pjesë që na ka formuar dhe na ka politizuar. Nga radio i kemi pushtuar sheshet e Gjenevës, të Bernit, të qyteteve tjera të Bonit, kur ishte, se për gjeneratat e reja duhet shpjeguar që Boni ka qenë kryeqytet i Gjermanisë. Dhe nga kjo, domethënë, është prodhuar, si thuash, ka lind një Kosovë e cila në vitin 97, 98 dhe 99 ka qenë e gatshme të vijë këtu dhe të jap kontribut konkret edhe në luftë, jo vetëm në kuptimin e ndihmës financiare. Agim Ramadani si simboli ma i Absolutisht, absolutisht, cilin unë kam pasur fatin ta njeh gjatë kohës sa ka qenë në Zyrich dhe ka udhëhequr qendrën kulturore shqiptare. Këta kanë qenë një grup njerëzish të cilët nuk kanë folur për planet e tyre të mëdha, por një ditë janë zhdukur dhe pas pak ditësh janë lajmëruar nga fronti dhe kështu në mënyrë shumë të qartë kanë treguar edhe përkushtimin e tyre për atë dheun, por në atë kohë sa kanë qenë në Zyrich kanë qenë jashtëzakonisht të përkushtuar edhe në gjallërimin e jetës kulturore dhe më kujtohet kur e sillnin Azem Shkrelin, e sillnin Ali Podrimjen dhe kështu na japnin shpirt në errësirën kulturore që ekzistonte në atë kohë në diasporë. Tani gjërat kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë dhe si ta quajmë këtë Kosovë që jeton jashtë. Një paralagje e Prishtinës, e Pejës, e Gjilanit, Zyrich është i tillë, sepse brenda një fundjave mund të fluturosh mes 20 dhe 25 herë për Prishtinë, ka fluturime nga Bazeli, nga Gjeneva, domethënë kemi një afrim të jashtëzakonshëm me Kosovën. Nuk dalim në aeroport të pyesim njerëzit se çfarë po ndodh. Revolucioni teknologjik ka mundsuar shumë ndryshime të cilat na mundsojnë komunikimin e drejtë për drejtë, por edhe njerëzit vinë për çështje kryekëput turistike në Kosovë. Domethënë nuk vinë më vetëm për të takuar familjet e tyre, nuk vinë për dasma. Dhe diçka që më gëzon shumë është edhe që është shumë interesante, bilanci tregtar me Zvicrën i Kosovës është pozitiv, domethënë Kosova eksporton më shumë. Edhe atë falë sidomos mjeshtrëve të drurit që kemi në Kosovë dhe kemi aq shumë firma ndërmarrje shqiptare në Zvicër, cilët ndërtojnë në Zvicër dhe importojnë kuzhina, importojnë gjëra të tjera, prodhime të drurit në Zvicër. Dhe në sjelltas, domethënë ka edhe investime kënej nga Zvicra,